atëherë vota jo, drejtësia jo, do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do t'hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Do t'jenë ata që do i rezervojnë Edi Ramës, atë që i ka rezervuar popujt e shtypur, Idi Aminit, Ghedafit, Mobutus, apo ata që i rezervuan kombet e largëta, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, diktatorëve autoritarë si Edi Rama. Miq, zhurmë e madhe, opozita, kuj ka forsat, kuj ka, mjera ata që i japin Edi Ramës, i japin zemër me gënjeshtra, ja ku është opozita dhe do ja u thëmë unë ju, ju një njerëz të bekur. Ju jeni njerëz të bekur, por opozita disa detyra të mëdha, detyrime shumë të mëdha që kishte para jush i ka bërë. Opozita ja doli t'i dëshmoj botës se që përfaqëson narkoshteti shqiptar. Ja doli t'i faktoj botës se si Edi Rama shtroj në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është armik i egër i pluralizmit, se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Të gjitha këto ishin të domosdoshme, por të gjitha këto kanë një mesazh. Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Ndaj dhe ne jemi këtu sot, jam i bindur se me të drejtë, jo pa të drejtë, ka qytetarë këtu në shesh, ka të tjerë që na ndjekin dhe thonë, po çfarë do bëjnë këta? Ja u bë kjo, çfarë do bëjnë këta? U them atyre që pyes, keni shumë drejt pyetjen, po u jap fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rrojmë për liri. Njëra ai që provohet me ne. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këtë motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Nuk mundet kur një grusht hajdutësh të na nëpërkëm ne, nuk mundet kur një grusht hajdutësh, narkotrafikantësh, të shkelmojnë mbi identitetin ton, të shkelmojnë mbi të ardhmen ton, të nxjerrin Shqipërinë, ta përzojnë nga Shqipëria, jo kur. Jo, ta harrojnë, kemi dalë në shesh, mos e harro këtë Edi Rama, sheshi është yni, kudo që t'jesh, nuk të ndahemi, s'të ndahemi këtu, po t'ja fjallën s'të ndahemi as në Surrel, hapi shim sytë, shim të njerëz, marshim drejt Surrelit, po ju themun, a ju në ka shpall luft, ne i shpallim luft, a i ka shpall luft shqiptarve, ne i shpallim luft armikut shqiptarve. Ke prek votën Timor, bastard, harrove ti,
se daja ytë dhe baba ytë për votën doni të fustin tanket. Të rikujtoj këtu Edi Rama, 20 shkurtin, kur me autoblind përfundove në bunkeret e Enver Hoxhës. Edhe bunker s'do gjesh më. Ndaj miq, le ta shërbej ky takim madhështor proteste për një betim, betimi njerëzve të lirë, betimi burrave grave guximtar, i djemve dhe vajzave guximtar, të bashkohemi sa më shumë dhe në emër tuaj ftoj të gjitha forcat politike opozitare, ftoj çdo opozitar, ftoj çdo guximtar të bashkohet në këtë betejë. Në këtë betejë vendimtare për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekur, nga i cili po largohen bi dhe bijat e saj se nuk i besojnë më, pavarësisht se ka pasurit me prallore, për familjen shqiptare, të cilët duhen me çdo kusht ta shkatrojnë, ta shkonfigurojnë, sepse mbarti kombin nga shekulli në shekull, nga midhjeçari në midhjeçar, dhe tani duhet ta zhdukin kjo racë. Armiqësh, ju bëj thirrje intelektualëve shqiptar, hiqeni mantelin e konformizmit. Intelektuali ka armik numër 1 konformizmin. Është virusi më shkatrimtar i tij. Dilin shesh si natë njëshi, si 90-ën. Dilin përballemi, se kemi detyrime ndaj familjeve tona, ndaj qytetarëve që na besojnë. Dilni, se nuk mundet kur një bandë si këta të përvetësojnë, privatizojnë shtetin dhe gjithë shka. Thirrje fermerëve të Shqipërisë, shikoni fqijt tuaj, se si i blokuar rrugët 2 javë për të drejtat e tyre që i kanë 100 herë më të mëdha se tuajat në Shqipëri. Bashkohuni këtë protest. Bashkohuni, se tokat tuaja po mbeten djerë, se fëmijët tuaj po shkojnë punojnë tokat në përbot. Të shpëtojmë sa më shpejt nga ky regjim. Partia Demokratike Qendron e vendosur të bashkëpunojë me çdo faktor, me çdo qytetar, me çdo forcë politike në një front më të gjerë që Shqipëria ka pa. Edi Rama sonte është një kufon politike. Rilindja sonte është një kufon politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Ndaj dhe duke u përulur dhe njëherë me ndërimin më të madh para jush, duke falëruar dhe ata që e lanë pa drita këtë tabel dhe ushtezova fjalimin për fola nga zemra dhe shpirti me ju. Ju uroj, ju falenderoj për ulën me ndërim të madh.
I keni bërë vendin të shërbim të jashtëzakonshëm. Ju garantoj, jeni lodhë. Keni dalë nga shtëpitë tuaja, keni ardhur nga anë e këmbë. Por rrallë ndonjëherë, keni dhënë kontribut kaq të madh. Duhet keni besim se siç e shpëtuam opozitën, kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Ndaj dhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria,